opozitës Sali Berisha thotë se raporti OSBE-Odirit faktoi farsën elektorale. Të 11 majit, Berisha ftoi shqiptarët të ngrihen në protesta për të vendosur një qeveri teknike në vend. Vetëm pak minuta pas publikimit të raportit të OSBE-Odirit për zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha e cilësoi dokumentin final të vëzhguesve ndërkombëtar si provën përfundimtare të farsës elektorale. I kënaqur nga konstatimet e bëra në dokument, Kryedemokrati tha se Edi Rama nuk ja doli të ndikojë në përmbajtjen e tij. Ndaj dhe u vonuan raport, u bën përpjekje të mëdha për ta çuar në kalenda, i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale. Sërish artikuloi idenë e një qeverie teknike, duke ftuar shqiptarët që të ngrihen në protesta. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijove vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. E teksa Berisha vijonte akuzat në adresë të kryeministrit, ky i fundit kritikonte kryebashkiakët për vonesën në dorëzimin e hartave për paketën e maleve, projekt që për Kryedemokratin nuk është veç se plaçkitje tokave të shqiptarëve. Paketën e maleve e tregoj me thethit, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vllavrasjes. Ajo është një plaçkitje e madhe që bëhet. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Nuk ka moral kur ti rrëmbesh tokën tjetrit. Bëju bashkë investor me te, ky po merr baron të drogës dhe po i nërsen kundër tokave të qytetarëve. Ky është krim. Akuzat në adresë e Edi Ramës i vijoi edhe më herët për asgjësim të parlamentarizmit gjatë trajnimit të deputetëve të rinj demokrat.